Gjell me patate me mish. Një nga gjellërat e mia të preferuara, sado që është kaq e thjeshtë, më pëlqen shumë se kam të lidhur me gjyshen time që na e bënte kur shkonim gjithmonë në fshat, edhe sidomos ai mishi i fshatit, ç'të hashi, edhe patatet e kopshit ishin o zot ajo shija. Tani këto gjellërat që bëjmë këtu kuptohet që nuk do kena të shije, po çfarë të bëjmë tani? Na kujtojnë një çik. E fshatin edhe gjyshrit tanë. Tani, siç e pat, skuqë mishin, një herë i hodhëm të gjitha këto erzat, piper të kuj, piper të zi, kripë, ujë, edhe vendosëm që të valojë në tenxhere presioni. E lëm që të valojë në ndonjë gjysmë ore, 40 minuta, varet nga tenxheria juaj. Pastaj do pastrojmë patatet, mishi është zier siç shikoni. Ky është mish viçi. Edhe pasi ka zier, do me thënë është pothuajse gati, do t'i hedhim patatet. Po t'i lëm edhe patatet që të valojnë bashkë me mishin, edhe në fund do t'i hedhim një çik majdanos. Atë shije që jep majdanosi, edhe shikoni se sa e mirë që del, të ngjysh bukën brenda e. Shumë e mirë. Ciao.